Ndërkohë që deputetët socialistë javën e kaluar miratuan ndryshime ligjore për parkun famkeq të krimit organizuar Durana, sigurisht ata që janë regjistruar pranë këtij parku teknologjik si kompania JetTech, tashmë jo vetëm që do të përfitojnë lehtësira fiskale me zero taksa, por dhe po licencohen për të hapur banka online pas portele fizike. Pra aksionerët e bankës famkeqe JetBank kanë hapur edhe një tjetër kompani në Durana për të mos paguar as edhe një taks për shërbimet që do t'i ofrojnë njëra tjetrës. Siç u kam informuar dhe më parë, i jam drejtuar me një kërkesë të re për informacion Bankës Qendrore, ku kërkoj të dhëna se si sot kemi të licencuar një bankë të re me pronar kompani të regjistruara në vendet offshore. Por ky nuk është i vetmi problem, pasi tashmë licencimi i kompanive të tilla në sistemin bankar është një normalitet për standardin e kësaj qeverie. Por rastin fjalë është në fakt edhe më i rëndë, pasi pronarët fundor nuk kanë asnjë lidhje me eksperiencën bankare, siç e kërkon dhe rregullorja e licencimit të bankës tonë qendrore, e cila në rastin e JetBank është kelur me të dyja këmbët. Aksionerët fundor të bankës më të re të regjistruar tashmë në Shqipëri, sipas të dhënave publike, por dhe njoftimeve të vet AMF-s, eksperiencat e vetme i kanë në platformat Forex, biles duke ushtruar edhe aktivitet të palicencuar në Shqipëri. Në kërkesën time të parë, Banka Qendrore u soll sikur në mënyrë naive nuk i kuptonte pyetjet e adresuara. Prandaj në kërkesën e nisur javën e kaluar, kam kërkuar informacion shtërues nëse kjo kompani ka plotësuar kërkesat ligjore për licencim. Sot këtu në kuvend u votuan disa ndryshime në ligjin për parandalimin dhe pastrimin e parave si dhe financimin e terrorizmit. Ndër vite janë ndryshuar ligjet me qëllimin e vetëm që të luftohej ky fenomen, i cili në fakt sot ka shpartalluar ekonominë shqiptare. Sigurisht të gjithë jemi ndërgjegjshëm se problemi që ka sot vendi nuk është si pasojë e mungesës së një baze të mirë ligjore, por sepse institucionet që duhet të parandalojnë pastrimin e parave bashkëpunojnë me grupet e strukturuara kriminale për ta lejuar dhe inkurajuar këtë fenomen. Prej vitesh paku ka ngritur alarmin për pastrimin e parave në çdo sektor, sidomos në atë ndërtimit. Partia Demokratike dhe opozita ka vite e vite që denoncon këtë fenomen dhe ka me mira deklarata që publikon fakte dhe prova të pakontestueshme për këtë fenomen. E ndërsa Shqipëria në fakt është kthyer në një lavatriçe për parat kriminale, Agjencia e Inteligjencës Financiare, Ministria e Financave, ajo e Drejtësisë, nuk kanë ndërmarrë asnjë masë konkrete për ndaluar këtë fenomen që po le pasoja afatgjata në ekonominë tonë. Dhe për të kuptuar qasjen e qeverisë, mjafton të shohim mira lejet të miratuara nga Edi Rama për kompani me emra anonim, me kapital 1.000 euro dhe ndërkohë kanë marrë leje për ndërtimin e kullave me vlerë qindra milion euro. E meqense sot pam fasadën e radhës për bazën ligjore për pastrimin e parave, juftoj të bashkohemi për të thelluar hetimin parlamentar për skemën e radhës që quhet JetBank. Ftoj drejtuesin e Agjencisë së Inteligjencës Financiare të hetojë sa më poshtë. Ai ka depozituar kompania Constador Ltd bilancet vjetore dhe të konsoliduara për 3 vitet e fundit në dosjen e aplikimit. Cili është eksperti kontabël i autorizuar që ka kryer auditimin e tyre? Cili është objekti i aktivitetit kompanisë Constador Ltd dhe në cilat vende ajo ushtron aktivitet? A kanë lidhje shtetasit Idan Avishai dhe Saniel Sanilevic me kompani që ofrojnë shërbimet Forex? A kanë ushtruar këta shtetas dhe kompanitë e lidhura me ta aktivitet të palicencuar financiar në Republikën e Shqipërisë? A ka patur kundërshtim nga departamentet përgjegjëse për licencimin gjatë vlerësimit të aplikimit të JetBank? A është depozituar pranë Bankës së Shqipërisë shuma prej 1 miliard lekësh? Fondet janë transferuar nga llogaritë bankare të Constador Ltd apo të shtetasit Idan Avishai? Si është verifikuar lishmëria e fondeve? Cili është vendi i origjinës së këtyre fondeve? A vijnë këto fonde nga një bankë e regjistruar në një vend offshore? Ligji përcakton se duhet të dorëzohet certifikata e autoriteteve kompetente që siguron të dhëna për bilancin e shoqërisë, individit dhe rregullshmërinë e pagesës tatimeve dhe taksave. A janë administruar certifikatat të tilla dhe cili është autoriteti kompetent që e ka lëshuar? Nëse mundesh kryetare dhe drejtuesi seancës 30 sekonda, se kam edhe 2 pyetje. Ligji gjithashtu përcakton
se duhet të depozitohet dokumentacioni ose dhëna zyrtare nga autoritetet përkatëse për shlyerjen e detyrimeve të tatim taksave nga aksionierët e propozuar. A është depozituar për gjithë aksionerët ky dokumentacion dhe cili është autoriteti shqiptar që e ka lëshuar? Ligji përcakton se Banka e Shqipërisë ka të drejtë të bëjë verifikime të pavarura për të provuar vërtetësinë e informacionit të ofruar nga personi që kërkon licencimin, në përputhje me dispozitat e këtij ligji. Për këtë qëllim, Banka e Shqipërisë bashkëpunon me organet përgjegjëse vendase dhe me autoritetet huaja mbikëqyrëse. A janë kryer këto verifikime të pavarura dhe si janë kryer? Pyetja e fundit, me cilat institucione ligjzbatuese, përgjegjëse, vendase apo të huaja ka padur komunikim për të verifikuar lishmërinë e fondeve dhe reputacionin e ortakëve. Shpresoj shumë, nderuar qytetar, që Banka Qendrore të përgjigjet brenda afatit kohor të përcaktuar në ligj e mbi gjitha të vënë në dispozicion të gjithë dokumentacionin e kërkuar, pasi ky mega skandal financiar as nuk do të harrohet dhe as nuk do të lejojmë të vidhen shqiptarët siç ka ndodhur në rastin e skandalit të mikrokredive. Ju faleminderit. Zoti Bido, keni fjalën 5 minuta. E nderuar zonja kryesuese e seancës, të nderuar kolegë deputet, të nderuar bashkombas, e veçanërisht bashkëqytetarët e mi të zonës Sarandës, Delvinës dhe të Konjspolit. Sot dua të tërheq vëmendjen e kësaj salle të nderuar dhe të gjithë bashkëqytetarëve tanë në lidhje me portin e Sarandës. Deri jo më vonë se para pak vitesh, porti i Sarandës konsiderohej si një port dytësor, si një port hyrje në Shqipëri, por që ishte i vogël. Sot ne kemi një realitet krejtëri. Zhvillimi turistik në jugun e Shqipërisë ka prodhuar që gjithnjë e më shumë turist të hynë në territorin e Republikës sonë përmes portit Sarandës. Dhe sot, për nga numri pasagjerëve, porti Sarandës po konkuron drejtësisht portin e Durrësit dhe me statistika që ne shohim dhe trendin, këtë vit do të ketë më shumë udhëtar të cilët do të hyjnë në Shqipëri përmes portit të Sarandës sesa portit të Durrësit, duke u zhvendosur në portin më të madh në vend për trajtimin e turistëve. Në shifra, në vitin e kaluar, 790.000 ishin pasagjerët e trajtuar në portin e Durrësit dhe 770.000 në portin e Sarandës. E trendi zhvillimor tregon se brenda këtij viti, porti i Sarandës do ta tejkalojë portin e Durrësit si porti më i madh në vend për trajtimin e pasagjerëve. Ky realitet, i cili ka ardhur fal fokusimit dhe investimeve të qeverisë shqiptare në fushën e turizmit dhe tërheqjes së miliona më shumë turistëve vitet e fundit në Shqipëri, veçanërisht në Rivierën e Jonit, krahasuar me vite më parë, sjell një sfidë të re. Porti i Sarandës mund të jetë tashmë porti më i madh në trajtimin e pasagjerëve, por mbetet një port i vogël për nga hapësira dhe për nga mundësitë. Prandaj, investimi në këtë port tani më është domosdoshmëri. Në shumë pak vite, ne do të shohim situatën që kroqerat, prej cilave ne humbasim me mira në fakt udhëtar të cilët do të mund të hynin në Shqipëri nëse ato do të mund të ankoroheshin në këtë port, të jenë gjithnjë më të shpeshta në qytetin më jugor të vendit. Ne kemi mundësinë që rreth 4 milion turistë të cilët vizitojnë çdo vit Korfuzin, nëse porti i Sarandës do të jetë më i madh dhe të ketë kapacitetet e mjaftueshme për të përfituar këtë fluks turistik që kemi vetëm gjysmore larg nga bregu ynë. Prandaj, domosdoshmëria në investimin e këtij porti ka të bëjë me zhvillimin e turizmit në vend. Së dyti, dua të shfrytëzoj rastin në këtë fotore për të folur për një çështje e cila na prek të gjithëve. Pam para pak ditësh protestat e studentëve shqiptar në Shkup, të cilët kërkojnë një të drejtë legjitime, kushtetuese, të dhënies së provimeve të jurisprudencës në gjuhën e tyre amtare, e cila është një ndër dy gjuhët zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Kjo nuk është çështje thjesht e një provimi, është çështje e të drejtave të shqiptarëve në rajon. Kjo nuk është thjesht një çështje e dhënies së provimit në gjuhën amtare, por është çështje e dinjitetit ton kombëtar. Shqiptarët, nëse janë
më mirë në vendet të cilët ata jetojnë në rajon, do të thotë edhe një Shqipëri më e fortë. Prandaj, përshëndes qëndrimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme, e cila rrëfeu qëndrimin zyrtar të Republikës së Shqipërisë në mbrojtje të drejtave të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut dhe bëj thirrje që të gjithë bashkarisht të mbajmë të njëjtin qëndrim për avancimin e të drejtave të mëtejshme të shqiptarëve në rajon. Shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, në Kosovë dhe në Shqipëri nuk janë pakic. Në Shqipëri dhe në Kosovë kjo është e padiskutueshme, në Maqedoninë e Veriut shpesh herë diskutohet. Shqiptarët në Maqedoninë e Veriut janë një element shtetformues dhe si të tillë ata nuk mundet të nëpërkembe, jo vetëm për shkak të interesit tonë kombëtar, po edhe për shkak të interesit të përbashkët gjeostrategjik të gjithë Ballkanit dhe të sigurisë së Ballkanit. Për këtë arsye, nga kjo foltore, dua të bëj një thirrje për solidarizimin maksimal, jo vetëm me studentët shqiptar të Maqedonisë së Veriut, por me të gjithë elitën politike, akademike, intelektuale Maqedoninë e Veriut që sot kërkon të drejtat që i takojnë. Faleminderit. Zoti Arjan Doja, keni fjalën? Faleminderit zotja drejtuese e seancës, nderuar kolegë që jeni pjesëmarrës, në veçanti zoti Emile, zoti Pido, zonja Ismaili dhe drejtuesa e seancës. Në respekt qytetarëve që na ndjekin, unë do flas për çështje jashtë rendititës, për arsye sepse ato që u diskutuan nga kolegët u vendosën tashmë. Tani çështja jashtë rendititës, po që është më aktualja, është çmimi i naftës. Për sa i përket masave që merr qeveria për çmimin e naftës, me qëllim që ta lehtësoj barrën për qytetarët në raport me vendet e tjera të rajonit, ne e shohim që ai bordi që është krijuar nuk ndikon as pak për sa i përket faktit që duhet merren vendime në raport me akcizën, atë që rëndon më shumë tek qytetarët.